në qendrën burimore për nxënësit që nuk dëgjojnë. Gjuha e shenjave dhe teknologjia bashkohen për të krijuar një mjedis gjithëpërfshirës mësimor, ku imazhet, videot dhe materialet e përshtatura ndihmojnë nxënësit në kuptim, komunikim dhe pjesëmarrje aktive. Ky është Doriani, instruktori i gjuhës së shenjave dhe hartuesi i materialeve dygjuesore, që mbështet mësuesit gjatë procesit mësimor dhe vepron si lehtësues komunikimi mes nxënësve dhe mësuesve, duke ndihmuar në krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës dhe të qartë për të gjithë nxënësit. Ai është person që nuk dëgjon, por puna e tij flet në dy gjuhë, në shqip dhe në gjuhën e shenjave shqipe, duke sjellë më afër mësuesit dhe nxënësit. Krijoi materiale vizuale dhe video në gjuhën e shenjave, të cilat shërbejnë si një mjet mbështetës për mësuesit gjatë procesit mësimor me fëmijët me vështirësi në dëgjim. Qëllimi im është të ndihmoj ata të përfshihen sa më shumë dhe të kuptojnë informacionin që u jepet. Sa herë shoh se fëmijët reagojnë pozitivisht, kuptojnë dhe marrin pjesë aktivisht, ndjen një kënaqësi të veçantë dhe bindem se puna ime ka një ndikim të vërtetë. Çdo video që përgatis nuk është thjesht një material mësimor, por një dritare e re që u hap atyre rrugë komunikimit drejt dijes, mundësive dhe përfshirjes së barabartë në arsim. Puna e Dorianit është shembull i fuqisë së përfshirjes dhe komunikimit pa bariera. Fal projektit Thyrja e barierave, fuqizimit të rinjve që nuk dëgjojnë, përpunësim gjithëpërfshirës në Shqipëri, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP Albania, po krijon hapësira ku çdo zë, edhe ai që nuk dëgjohet, ka vendin e tij.